Zoti Dumani, të premten e datës 31 tetor është zëvendës kryeministri e vendit, zonja Belinda Balluku, e cila u paraqit në ambientet e SPAK dhe ju komunikua dhe statusi. Pabarazi në tendera, një dosje e cila ka pasur polemika dhe një hetim i cili është shoqëruar vazhdimisht me diskutimin e opinionit publik dhe është e kuptueshme për shkak të postit që përfaqëson dhe delikatesës së diskutimit. Pavarësisht zhurmës, SPAK preferoi që u diskutua për shumë ditë me radhë dhe gjithsesi pas paraqitjes saj dhe një deklarate të zonjës Balluku për mediat, ju bë transparencë me një njoftim formal si SPAK për mediat. Pse u vonuat kaq gjatë për të bërë transparencë? Se takon informimit të publikut lidhur me çështja që janë në hetim, ne jemi shumë të kujdesshëm. Pasi qëllimi ynë kryesor është të ruajmë integritetin e hetimit, të mos e dëmtojmë hetimin. Dhe nga ana tjetër, ne duhet të marrim në konsideratë të respektojmë dhe të drejtat e subjektit e të akuzuarit në proces. Dhe siç edhe ju e përmendet pak, njoftimi u bë ditën që u paraqit në provërinë e posaçme subjektin e fjalë dhe ju komunikua akuza. Njoftimet e mëparshme nuk mund të bëheshin edhe nga pikpamja procedurale. Pasi duhet fillimisht të marrë dieni e pandehura për faktet penale që atribohen dhe pastaj prokuria e posaçme reagoi me atë nisur dhe nga interesi i madh i publikut, reagoi me atë njoftim zyrtar të publikuar në faqen tonë dhe që besoj që ishte një njoftim edhe korrekt nga pikpamja procedurale, por dhe ishte informacioni i mjaftueshëm edhe për publikun. Informacioni korrekt. Në fakt ju keni pasur kontrast në ato shigjetime të cilat ju kanë ardhur si kritika. Në njërin anë për mungesë transparence në raste dhe epizode të caktuara, si në rastin e zonjës Balluku, por jo vetëm, sepse ai nuk është rasti izoluar, ose për rrjedhje të informacionit, duke sikur janë klasifikuar në mënyrë të pandërgjegjshme ndoshta në dy kategori, në dosje top secret dhe disa dosje të tjera ku befastisht rrjedh informacioni ndoshta edhe për hir të personazhit apo interesave. Të paktën këto kanë qenë kritikat në adresën tuaj. E keni perceptuar si të tilla? Besoni që ka ndodhur kjo me informacionin e SPAK, transparencë ose plotësisht mungesë transparence? Është vështirë të gjesh ekuilibrin mes transparencës apo informimit të opinionit publik dhe ruajtjes së sekretit të hetimit. Dhe ne, si institucion, jemi përpjekur që ta gjejmë këtë ekuilibër. Dhe po të shikosh dhe njoftimet që SPAK bën. Janë njoftime që bëhen o në fazën kur ekzekutohen masa sigurimi, në fazën kur ngrihet akuzë, apo në fazën që ne dërgojmë çështjet për gjykim. Pa përjashtuar raste kur bëjmë njoftime për sekuestrime apo për konfiskime. Sepse në këto momente shihet e nevojshme në një njëri krah dhe nga ana tjetër që nuk na dëmton hetimin e procedimit penal. Sa i takon njoftimeve, SPAK komunikimin me median dhe publikun e bën vetëm nëpërmjet faqes zyrtare. Duke publikuar çdo njoftim në atë faqe dhe duke ja dërguar në të njëjtën kohë krahas publikimit në faqen zyrtare, duke ja dërguar këtë njoftim dhe gazetarëve. Tani, kritika mund të ketë dhe do ketë gjithmonë për punën tonë, por unë them atë që ne bëjmë në institucionin tonë sa i takon njoftimeve dhe komunikimin me mediat. Më thatë që sigurisht kanali zyrtar i komunikimit të SPAK me publikun është i njohur dhe ne e dimë dhe e ndjekim sigurisht me shumë vëmendje, po një gisht fajtori për rrjedhjen e shpeshtë të informacionit e keni sot për adresimin e përgjegjësive? Ne bëjmë verifikimet tona në rastet kur atë që ne konsiderojmë sekret hetimor publikohet në media. Dhe nga verifikimet e shpeshta që kemi bërë, me thënë drejtën, të shpeshta, na rezulton që momenti kur media merr dieni për përmbajtjen e vendimeve të ndryshme apo për përmbajtjen e hetimeve, është momenti kur ne si institucion komunikojmë akte personave në hetim, të pandehurve apo dhe mbrojtësve të tyre. Patjetër, nuk e përjashtoj në mënyrë kategorike se nuk ka patur edhe rrjedhje informacioni nga prokuria e posaçme. Por, unë vlerësoj se ta janë minimizuar ndjeshëm dhe thash, ne si institucione kemi kanalizuar komunikimin vetëm nëpërmjet njoftimit në faqen tonë zyrtare.
Sojdumani, ju në fakt më bët një paraprit duke më thënë që nuk komentoni deklaratat dhe qëndrimet politike, por gjithsesi unë jam detyruar në momentet caktuar të referohem për të bërë detyrën time gjithsesi. Dhe në këtë rast do më duhet t'i kthejmë edhe njërë episodit Balluku. Ju jeni gjithsesi besoj vëmendshëm për akuzat që vinë adres tuaj dhe ka qenë jo pak serioze ajo që Zoti Berisha thoshte në një moment si ky, që ju keni prokuruar dhe intimiduar prokurorin Premçi pikërisht për episodin Balluku. Madje edhe me një frazë konkrete që besoj keni dëgjuar, mendo për kokën tënde. Qëndron realisht intimidoni prokuror? Thash nuk i komentoj deklaratat politike, por ajo që them është kjo që e para prokurorit e posaçëm janë pavarur. Ata janë zotë të çështjes. Ata janë persona që vendosin për fatin e hetimeve të procedimit që kanë në ndjekje. Unë si prokuror, si drejtuesi i prokurorisë së posaçme, kam ofruar për prokurorin e çështjes në rastin konkret, po edhe për gjithë prokurorët e prokurorisë së posaçme, gjithmonë mbështetjen time, solidarizimin tim me ta dhe sa herë ka qenë e nevojshme edhe ndihmën time duke përfshirë edhe në hetime konkrete. Në rastin konkret, asgjë nuk qëndron, asgjë nuk është e vërtet, prokurori Premçi ka patur dhe ka mbështetjen time për hetimin, jo vetëm kësaj çështje, por edhe gjithë çështjeve që ai ndjek. Nuk qëndron as interferenca e mundshme e kryeministrit, për cilën gjithashtu është folur për rastin Ballukut e prokurori Premçi? Unë kam kontakt të shpesh me zotin Premçi, i kemi zyrat përballë, edhe komunikoj shpesh 3-4 herë në ditë për këtë çështje, por edhe për çështje të tjera. Dhe deri në këtë moment nuk më ka shprehur asnjë shqetësim lidhur me kërcënime të mundshme nga kushdo qoftë ai. Asnjë. Po flasim për episodin konkret apo në tërësi? Për episodin konkret po flas. Nuk më ka shprehur asnjë shqetësim. Nuk më ka prezantuar asnjë kërcënim të mundshëm në adresë të tij, jo vetëm nga kryeministri, po nga kushdo tjetër. Nga ana tjetër, dua të them, ne prandaj jemi prokurorët e SBAK. Ne jemi të përgatitur edhe për kërcënime, edhe për kanosje, por edhe për përbaltje, siç edhe ndodh shpesh. Dhe ne kemi maturinë e duhur, pjekurinë e duhur për të trajtuar çështjet duke bazuar vetëm në ligj dhe në prova. Gjithashtu, ne kemi instrumentet e nevojshme për të reaguar në rast se ka komunikime që të kalojnë ligjin dhe në çdo rast të garantoj, nëse ka komunikime të tilla, ne do marrim veprimet konkrete që ligji parashikon, duke u shkuar deri në fund. Për të ardhur sërish te zoti Premçi, ai gëzon mbështetjen time të plot, të cilën e kam demonstruar gjatë gjithë kohës, sidomos edhe në hetimin e kësaj çështje, dhe i kam qenë pranë dhe do vazhdoj të ngelem pranë tij dhe ta mbështes në çdo moment. Po flisni për solidaritet dhe mbështetje profesionale në këtë rast për prokurorin Premçi, po besoj keni të barazvlefshëm edhe për kolegët e tjerë. A e ndjeni këtë në invers? E keni dhe ju solidaritetin e mbështetjen e tyre si drejtuesi SBAK këto vite? Po, e kam patur dhe me lejo t'i falenderoj gjithë prokurorët e posaçëm, pa preshti. Është një kolektiv të cilin e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe fal punës së këtij kolektivi, të këtyre prokurorëve të posaçëm, pa përjashtuar edhe hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit, që kemi këto rezultate që kemi. E thash edhe pak më parë, në fund të ditës ata janë qytetarë zakonshëm të këtij vendi, por ama që kanë një detyrë shumë të rëndësishme, një funksion shumë të rëndësishëm, të cilin në vlerësimin tim e kanë përmbushur. Kemi një atmosferë dhe një marrëdhënie shumë të mirë me gjithë prokurorët, diskutojmë, përplasemi në diskutimet tona, sepse juristët gjithmonë përplasen, mendojnë ndryshe, por... Kur thoni atmosferë shumë të mirë, duke se kjo nuk përkon me imazhin dhe perceptimin që ne kemi për zyra dhe ambientet e SBAK. Kjo është gjë tjetër, unë flas ajo që e them unë dhe këtë e them me kompetencë të plot, edhe kur kemi diskutime, edhe kur mendojmë ndryshe, e respektojmë njëri tjetrin, ruajmë etikën me njëri tjetrin dhe solidarizohemi me njëri tjetrin.